dronjeve në kohë pandemie. Gjithçka nisi nga pandemia. Atë ku njerëzit ishin të izoluar dhe frika e të gjithëve. Ishte se sa do zgjaste kjo. Por për dikë, kjo situatë bën një mundësi e mirë për të zhvilluar idetë dhe për të menduar se çfarë mund të ndërtonin e të krijonin. Nga një vizatim i Albanit që të tjerët edhe nuk e besonin, ai bashkë me disa shok arritën të ndërtonin një villë të veçantë mes dronjeve. Gjatë pandemisë, kur ishte ai stresi i madh, më tregu drejt edhe në qytet s'kishe ku me dol, edhe e kum pas një ide me iniciativën teme, e kum marrë një vizatim, e kum pas një shok ngushtë në shtëpi, duke nejtë edhe e kum pyet, edhe ai është një mjeshtër shumë i fortë. E kum pyet apo fillojmë një villë, apo bëjmë një villë këtu në Pleshin, venin ku e kam. Ideja ka qenë me bë 3 house, krejtësisht në Lis, po për shkak të natyrës të pemëve, dronjve që kanë qenë këtu. E kum po që s'mujnë edhe e kum marrë një letër të bardhë, shumë është interesant, ashtu që kum vizatu edhe pak a shumë ashtu e kemi bë. Me ndihmën e 2 kusherenve, 2 punëtorë që i kum marrë edhe unë edhe ai, 6 veta, kemi filluar vitin 2020. Me ndërtu këtë villë, kur e kam pa disa kushere bënin edhe shaka, çka i të bë kështu, po kam pas dëshirë diçka të veçantë për arsye se jashtë Kosovës kam pa kësi 3 house janë shumë famshme atje, edhe kam desh diçka të veçantë me bë, edhe kështu kemi filluar punën dal nga dal. Kam pas dëshirë me u përshtat natyrës, gjithçka me dronj, edhe me qenë sa më antike në atë kuptimin. Dronjt i kam marrë kualitetit mirë, këto drosa, do me thonë, po kemi pasur disa gabime të vogla se për shkak përvojës, ka qenë diçka shumë e veçantë, po jo diçka shumë, nuk është që ka kushtuar edhe tepër shumë, po është edhe tjetra që bashkarisht 6 veta kemi gjetë, nga njëherë për shembull zidnat kur kanë filluar ata kanë desh zidnat mi bë komplet, ndërsa zidnat i kumpone jashtë venit që i bojnë tukë. Do më thonë ndërtohen dronjt, gatshëm edhe ato ngriten për njëherë lartë edhe kishëm kështu konvergjenca nga njëherë kështu në biseda, debate, po gjithmonë për më të mirën me bom. Është edhe tjetra që gjatë ndërtimit villës unë e kom marrë telefon edhe kom incizu kështu kom asko, po s'kom mujt mi rregullu ato incizimet. Edhe kemi kalu me thonë një muj të parushëm, ku stresi ku ka qenë, këto një muj e gjysmë ndoshta na ka marrë ku, që kemi kalu kohën bashkarisht. E kush do e besonte që kjo villë do zgjonte kuriozitet edhe për shumë njerëz të nacionaliteteve të tjera, që ishin kurioz për të parë për së afërmi. Kam pas të gati se ka gjë shumë nacionalitete, kanë qenë franqez, zvisran, gjerman, edhe arab ka pas, përmes platforma online, do më thonë. Me të regu drejt, ka njerë, ata janë pak ma, e dojnë natyrën ma shumë, edhe janë, kanë dojnë ma shumë kompost huj se vendorë. Se, ku ta di, të druni ata i tërhek shumë, së të mës të 3 house, që quhet villa. Edhe më vike ka njerë interesant, kur bisedojshë me ta, ose pinim kofe ndojherë, kur bënim kështu bised, ju tregojshë që është ka njerë e vështirë me paramendu 25-6 vjetë ka pos luftë dhe pas tash po kemi vizitor, dhe më thonë edhe me një fshat. A ka pëlqy të dhe? Po, shumë e kam pëlqy, disa për tyne më ka të thonë që kanë marrë prapë, pe Arabis, pe Francës, kanë marrë edhe kampingje këto në borë. Jam shumë i lumtur, jeta në Kosovë është shumë e mirë, unë kam pas fatin me punu në Afganistan 3 vite, edhe kom po standardin e jetës banorëve atje. Në anën tjetër kom po kulturën që kanë Amerikanë në punë për shembull.
kom pas foto me tu disa vite edhe në Kanada edhe me një vend shumë i zhvilluar, po megjithatë jeta në Kosovë është një jetë që shumë e mirë, që edhe gurbeqarë gjithë nuk kanë muhabet tjetër atje përveç Kosovës. Do më thonë, është një vend i shejt që për shembull edhe kom dëgju dikon që thashtë edhe turqit kur e kanë pushtu Kosovën, kanë thonë çfarë vendi kjo qenë kanë paroj se Ballkanit. Do më thonë, është një vendlindja jonë, edhe ja kemi, që me thonë, borgjë mi dojë zotë t'i veni, për këtë vend është sakrifiku shumë, ja dhonë shumë jetë, edhe unë kur i dëgjoj njerëz tjerë për shembull që folin keq vazhdimisht për Kosovë, kanë një energji negative, unë ju tham me mujt juve ju kisha qenë një 6 muaj në Afganistan, që me po ju realisht ka është keq. Albani, po ashtu ka një ndjenjë të veçantë për vendin ku është ndërtuar kjo villë unike. Pasi aty ka shumë kujtime nga fëmijëria dhe rrëfim emocional për të atin. Kjo është vendlindja me babgjyshit tim dhe bobit tim, Pleshina, një fshat shumë i bukur. Këto si shtregova më herët e pjesa e restoranit na i ruaj shumë loptë. Do të thonë vikend kur visha one, janë momentet paharrume, u lojshim e nxinshim rekën, u lojshim edhe janë kujtime që s'harrohen, jo veç për mua, po edhe për gjithë nipat e mesa që kemi qenë, para luftës është fjala. Fëmijëria ime ka qenë e mirë, deri pak para luftës, kur kanë arrestuar bobin tim, heroin e kombit Ahmet Hoxha, pastaj gjërat kanë ndryshuar drastikisht, dhe kështu si gjithë fëmijëria e shumicës fëmijët të Kosovës. Është kënaqësi, është krenari për shembull kur njerëz kur tu mpyesin për shembull kujt je, e kom njoft bobin ton ka qenë kështu ose ashtu, ose ka ndodhur tri për shembull që jo tri, po nxënës ti që kanë thonë unë kam qenë luftë shkoku i Ahmet Hoxhës, unë habitem pse i pyes ose kur pim kafe bisedojmë biseda thella. Edhe ai ka frymëzuar njerëz, ka qenë një organizator i sportit, përmes sportit ai ka qenë ushtrime ushtarake që nga viti 1991 me Salih Çekun, Zahir Paezitin, ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë i Adem Jasharit, pika caktuar për Ferizaj, ka qenë domethënë i Adem Jasharit kur e ka bort, këtu janë edhe me fakte që i përmendin edhe bashkëluftutarët e tij. E me të pa një mend këtë vend rekreacioni e pushimi, të jep një energji shpirtërore, pasi edhe vetë ideja ishte bërë atil me spembe e dronjëve, për të njohur edhe më mirë bukuritë tona natyrore.